nis edhe historia e re e rritjes së pensioneve, të cilat do të nisin të rriten nga janari dhe do të dyfishohen në janar 2027. Do të trefishohen në janar 2028, do të katërfishohen në janar 2029 dhe do të pesëfishohen në janar 2030. Më 1 janar 2026 do të rritet edhe paga minimale. Tamam ashtu siç jemi zotuar. Ajo do të jetë 500 euro, qoftë në sektorin publik dhe qoftë në sektorin privat. Para pak ditësh vizitova Dohën, ku kalova disa orë intensive diskutimesh me mikun tim shtrenjtë, kryeministrin e Katarit, Sheikun Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani, një ndër udhëheqësit më të talentuar dhe më të respektuar të botës sotme, i cili do të vijë me shumë dëshirë në Shqipëri në muajt e parë të vitit të ri. Prekëm shumë tema me kryeministrin dhe do të përgatisim një agjendë ambicioze bashkëpunimi, të cilën do bëjmë publike gjatë vizitës tij në Shqipëri, por mund të them qysh sot se do të sjellim në vendin tonë një ndër ekselencat më prestigjioze të shpërbimit spitalor, qoftë si praktik private dhe qoftë si praktik partneriteti publik-privat, çka do të ndikojë shumë pozitivisht në rritjen e standardeve të shërbimit tonë publik spitalor. Edhe këtë javë, Shqipëria u bë mikpritëse e një samiti evropian. Këtë herë, me zëvendjet rajonit dhe Komisionit Evropian, për planin e ri të rritjes, ku së bashku me udhëheqësit e tjerë të Ballkanit Perëndimor dhe Komisioneren Evropiane për zgjerimin, miken e paqëmuar të Shqipërisë, Marta Kos, si dhe skuadrën e saj të ekspertëve, bën një bilanc të ecurisë së planit të ri të rritjes, ndan pikpamje të vlefshme për integrimin më tepër ekonomik në rajon dhe integrimin tonë si rajon në tregun e përbashkët evropian. Shqipëria tani më nuk ndalet dot nga askush dhe për asnjë arsye, ndërkohë që kuotat e vendit tonë ndërkombëtarisht vazhdojnë të rriten, me shumë punë këtu në Shqipëri dhe me shumë krenari dhe dinjitet në përfaqësimin e Shqipërisë në arenën ndërkombëtare. Një debat i hatashëm ka mbushur boshllëkun e klubeve mediatike dhe të pasqyrave sociale të javës. Pasi një prokuror dhe një gjykatës u bën bashk, kokë në kokë, dhe pezulluan një antar të kabinetit qeveritar. Unë nuk dua të hyj në asnjë debat për një absurditet kaq të rrezikshëm sa ky dhe pres me durim që gjykata kushtetuese t'i jap drejtim çështjes së kësaj rruge të pashkelur askund në Europë, po me sa jemi informuar dhe tani, askund edhe në botë. Por thash ndaj me ju sot se çfarë thon Komisioni i Venecias dhe Gjykata Evropiane e Strasburgut për këtë çështje. Qendrimi i Venecias është në fakt shumë i prerë. Gjykatat nuk duhet të pezullojnë antarët e qeverisë, sepse duke bërë këtë, së pari cënojnë balancën e pushteteve. Për sa kohë një ministër është figurë politike, pjesë e ekzekutivit, përgjegjës para parlamentit dhe kryeministrit, nëse gjykata e pezullon, ajo praktikisht ndërhyn në punën e qeverisë, ndërron përbërjen e ekzekutivit, merr kompetenca që i takojnë kryeministrit dhe presidentit. Dhe kjo konsiderohet nga Venecia shkelje e palejueshme e kufijit ndarës mes pushteteve. Së dyti, duke e bërë këtë, gjykatat krijojnë mundësinë e instrumentalizimit të drejtësisë dhe Venecia paralajmëron shpesh kundër judicial overreach, ose shqip fare shtrirjes krahut gjyqësorit përtej kufijit ndarës me politikën, sepse kjo përpasoj i hap rrugë presionet politike ndaj qeverisë, destabilizimin institucional, manipulimit të ekzekutivit përmes procedurave penale. Së treti, ministrat kanë funksione politike, jo administrative, dhe Venecia e ka thënë shumë herë. Masat e pezullimit vlen për nënpunësit, jo për antarët e qeverisë, sepse ministri nuk është zyrtar administrativ, por autoritet politik. Së fundmi, pezullimi gjyqësor i ministrit është de facto presion për shkarkimin e tij, duke qenë se kur pezullohet një ministër, nuk pezullohet një individ, po paralizohet e gjithë vendimarrja për një apo më shumë sektor që ministri mund të mbuloj. Dhe kjo është këmbë kryer jo kushtetuese. Komisioni i Venecias e ka theksuar shprehjimisht, një prej parimeve të demokracisë parlamentare është që qeveria mund të shkarkohet vetëm nga organet politike, jo nga organet gjyqësore.
Po Gjykata Europiane e Strasburgut çfarë thot për këtë çështje? Kjo është interesante. Gjykata Europiane nuk është ndeshur kurrë me këtë absurd. Dhe prandaj nuk ka dhënë asnjëherë asnjë vendim specifik ku të përmendet fjala pezullim i ministrit nga gjykata. Pse? Sepse në asnjë shtet evropian nuk ka ndodhur ndonjëherë që një prokuror i gjykatës të mblidhen bashkë kokë në kokë në errësirë dhe të pezullojnë një ministër. Pra, edhe një herë, kjo që kanë bërë në Shqipëri një prokuror dhe një gjykatës duke pezulluar një anëtar të komitetit qeveritar është një tentative pa dëgjuar, një eksperiment i papar, një ide pa zhvilluar asnjëherë më parë dhe me sa duket një rrugë pa imagjinuar askund tjetër se mund shkelet nga gjyqësori për të marrë kompetencat e kryeministrit, të presidentit dhe të parlamentit bashkë. Por ama ka disa parime, shumë të qarta të gjykatës europiane që e ndalojnë parimësisht këtë aventurë antidemokratike. Së pari Strasburgu thotë se masat e sigurisë nuk mund të përdoren për qëllime politike, jashtë proporcionalitetit dhe për të ndikuar ekzekutivin. Pezullimi i një ministri nga detyra është minimalisht jo proporcional dhe ndikon drejt për drejt ekzekutivin. Së dyti, për Strasburgun, ministrat janë shprehje vullnetit demokratik. Qeveria buron nga shumica parlamentare dhe Strasburgu ka shkruar se çdo masë që ndërpret apo cënon funksionimin e institucioneve të zgjedhura duhet të justifikohet me standardin më të lartë demokratik. Si përfundim, edhe sipas Venecias, edhe sipas Strasburgut, gjyqësori nuk duhet të pezullojë ministra. Në standardet europiane, ku nuk besoj se ka mbetur në një standard për ta shpikur Shqipëria, kjo është jo proporcionale në thelb, antidemokratike në frym, antikushtetuese në përmbajtje, nënshtrim i ekzekutivit, kërcënim i paprekshmërisë vullnetit demokratik, kundër ndarjes pushteteve, kundër standardeve të Venecias, kundër jurisprudencës së gjykatës europiane të Strasburgut. E pra, përfundimisht, pezullimi i një ministri është në vetvete absurd si koncept, sepse të pezullosh një ministër nuk do të thotë pezullosh thjesht një individ, një funksionar publik të cilit do nivel, po do të thotë pezullosh një autoritet politik me fuqi ekzekutive vendimmarrëse në një a më shumë sektor. Dhe kësaj t'ja pamundsosh ministrisë përkatëse të përfaqësohet në Këshillin e Ministrave dhe t'i propozojë qeverisë vendimet e përjafshme për ecurinë e sektorit. Kjo është një nonsens absolut. Prandaj ministri ose rin detyrë ose largohet nga detyra, me dorëheqje nga kryeministri apo in extremis me dënim të formës prerë sipas ligjit. Tjetër nuk ka. Prokuroritë e gjykatat nuk hyjnë fare në këtë mes dhe nuk e bëjnë kurse si këtë. Asnjëherë, askund në Europë. E nëse Shqipëria do të hynte në analet e historisë drejtësisë europiane me një shpikë të tillë, kjo do të ishte largqoftë një shfaqje ulëritse pa pjekurie demokratike dhe institucionale. Uroj që gjykata kushtetuese t'ia kursejë këtë shfaqje Shqipërisë.